një shtrirë përderisa në këtë rast graviteti nuk është pjesë funksionale ose aktive në aktivizimin e këtyre muskujve. Pra, siç e shtrim pacientit, në shtëpitë e tyre mund ta bëjnë gjithkush, pacienti mbushet me frymë edhe më pas e nxjerr komplet frymën. Në këtë moment pacienti mendon sikur po mbledh pjesën në rastin e femrave pjesën e vaginës dhe perineusit duke e tërhequr për lart, edhe në rastin e meshkujve sakusin tesikular. Dhe më pas do të qëndrojmë në këtë pozicion për 5 deri në 10 sekonda të kontraktuar. Kjo gjë nuk duket kështu me sy, por vetë njerëzit e ndjejnë këtë që po thot Donaldi, mbledhjen e muskujve, e ndjejnë. Pra duhet ta provoni në shtëpi edhe në pozicionin që jeni ulur në divan, aty mund ta vëreni shumë lehtë. Kjo është pozicioni i parë që njerëzit mund ta bëjnë në shtëpi. Për gratë shtatzana mund të bëjmë edhe këtë lloj, pra vendosja në anë, vendosja e një jastëku midis këmbëve, edhe mbushemi me frymë. Kur në momentin që nxjerrim frymën, shtrëngojmë këto muskuj sikur neve po tërheqim pjesën e vaginës dhe perineusit lart bashkë me muskulin levator anus. Dhe më pas do të qëndrojmë për 5 deri në 10 sekonda të kontraktuar, por që asnjëherë gjatë pjesës së kontraksionit të muskujve nuk duhet të mbajmë pjesën e frymarit sepse është shumë le të themi nuk aktivizojmë muskujt e duhur.